Edi Rama sot është një diktator në rreth të kuq. Komunikimin e parë, pas kthimit nga Brukseli, ku mori pjesë në samitin e PPE, Sali Berisha zgjodhi ta kishte me qytetarët në mediat sociale. Takimet e zhvilluara në Bruksel i kanë shtuar bindjen se me Edi Ramën integrimi në Bashkimin Evropian nuk do të vijojë. Ai që dikur pranoi apo shpallej në mënyrë të absolute, të paqen, si sukses, tani ylli i tij është shuar, është një figurë e nxirr. Rastisi ishte koincidencë, po gjatë kohës që ne ishim në Bruksel, Mali i Zi u votua për të mbyllë kapitullit e rëndësishëm, kurse Shqipëria mbeti në klasë. Deklaratat e Edi Ramës nga Asambleja e PS-s se qeveria do të ndërhynte vetëm pasi nafta të shkojë 220 lekë, Berisha i quti cinizëm dhe u bëri thirrje qytetarëve që të protestojnë. Është turpshme, është cinike. Marian? Kjo është i motiv për çdo qytetar të dalë të nxjerrin makina të bllokojmë rrugët. Të mos lëm një hajdut, një kryehajdut të sillet në këtë mënyrë. Ndërkohë demokratët reagimin e tyre edhe për krizën e naftës do ta kenë këtë të diel. Do të jetë kryengritja më e fuqishme paqësore dhe do të jetë mesazhi më i fuqishëm që shqiptarët i dërgojnë regjimit Edi Ramës. Në komunikimin e gjatë me qytetarët, Berisha foli edhe për çështjen Balluku, ku sqaroi se përse deputetët demokrat, edhe pse kanë dosjen e plot, nuk publikojnë asnjë akt prej saj. Dosja Balluku nuk është dhënë deputetët është dhënë një raport për të cilin ata kanë firmosur para prokurorit se mbajnë përgjegjësi penale në rast se e nxjerrin. Për diskutuar në këtë pjesë të dytë në terminal, për sa i përket opozitës, dy zhvillime i pam edhe nga inserti, protesta e radhës kombëtare e Partisë Demokratike nis në orën 18:00, Berisha e ka cilësuar historike, por nuk dihet skenari që do të ketë, ndërkohë zhvillimi brenda partisë më të madhe opozitare në vend është edhe gara brenda partisë, duket se në garën për kryetar do të jetë sërish Berisha përballë vetes, pasi jashtë se listë pastaj kemi Ervin Salianjin edhe zëra të tjerë. Gjitha këto do i diskutojmë në studio. Agim Baçi na është bashkuar. Mirë se erdhe Agim. Edhe Franc Nuri, përfaqësues ligjor Partia Demokratike. Mirë se erdhe Franc. Faleminderit për ftesën. Tani e nisim me protestën. Nesër në orën 18:00, ka ndonjë skenar ndryshe? Mund të na zbulosh diçka? Skenarët mbeten për të parë, janë gjithmonë surprizë. Mos mendoni se ne që jemi të përfshirë në Partinë Demokratike nga afër apo nga larg dim ndonjë detaj më tepër. Kur i merrni vesh ju, Franc? Ne jemi si populli. Shkojmë, marrim pjesë dhe aty shohim se si merr trajta protesta. Por është vërtet që ajo i lihet në dorë qytetarëve dhe në varësi pastaj të pjesëmarrjes, në varësi edhe të po themi angazhimeve që mund të ketë në një moment apo në një tjetër. Ju e keni parë në protestat e kaluara, ka pasur variacione, nuk ka qenë gjithmonë i njëjti itinerar, nuk ka qenë gjithmonë i njëjti intensitet, po themi edhe i protestës. Herën e kaluar ka qenë disi më e qetë, me radhë. Do të shikojmë kësaj radhe, unë mendoj që do të jetë ndryshe, mendoj që do të jetë një protestë realisht më e fortë nga protesta e kaluar, sepse edhe ngjarjet janë të tilla që Shqipëria ka nevojë për një tundje dhe për një shkundje, nëse mund ta themi kështu, sepse shoqëria shqiptare është në një lloj apatie. Me fort Franc në kozgjatje, me fort në intensitet, me fort në përballje. Mendoj në të gjitha drejtimet. Shohim që shoqëria shqiptare, do konstatoj edhe personalisht në të gjitha sferat, është në një përgjumje, ka nevojë për një pranverë shqiptare, nëse mund ta themi kështu. Agim, çfarë synojnë protestat e PD-s? Është e shtata nëse unë nuk gaboj tani se janë bërë disa? Në gjitha shkollat politike, protestat zakonisht janë për të rregulluar jetën e brendshme të partive. Nuk është rrëzuar. Nuk ka rënë qeveria as kur me protestën në 98-ën kur u pushtua dhe televizioni dhe iko edhe kryeministi Nano. Ndeti prapë pësa janë pushtet. Nuk është rrëzuar qeveria as në janar, në 20 janar 2011. Protestat zakonisht rregullojnë jetën e brendshme të partive dhe po të shikojmë edhe është hera 7-8 brenda këtij viti që Berisha thotë që
Kjo është protesta më e madhe, do marrim mesazhin më të madh, do kemi më të fortën, kryengritje e qetë, paqësore, më thon revolucion. Se kjo është edhe kryengritje dhe paqësore, pastaj janë dy gjëra që nuk qëndrojnë. Më thon Berisha ka aftësinë që të bashkojë gjithçka, më thon në këto 3-5 vite dhe edhe e mbron. Nuk është, më thon mos çoditem me këtë. Ai ka narrativin e vet, ka mënyrën e vet, por sot, domethënë, kjo lloj gjuhe, që thotë fituam prap, domethënë, ndonjëherë janë cinike dhe unë paktën që e njoh ka 35 vite këtë gjë, them që tashmë kjo është për të rregulluar jetën e brendshme të partisë dhe nuk synon këtë gjë. Pra, Berisha po e bën për vete se ka zgjedhje të para për të mobilizuar të vetot? Shiko, ka qenë, domethënë, në këtë pikë Berisha ka qenë i qartë për duke i bërë presion dhe partive të vogla që të tregojnë që vetëm duke u bashkuar me Partinë Demokratike mund të bëhen më të mëdha. Sipas tij, domethënë, dhe qenë se vetëm ne bëjmë protestë, po mirë, se është politik normale. Berisha, domethënë, është munduar të rregullojë sepse po të kemi parasysh para zgjedhjeve të majit kaluar, pati një pritshmëri tjetër nga partitë e vogla dhe pritej ku do merrin ata, domethënë, do merrin nga Partia Demokratike elektorat. Për sa kohë nuk ndryshoi elektorati dhe elektorati më i madh ngeli ke Partia Demokratike, do ta pranojmë tani që ata e kanë këtë raporti. Çështja është që në situatën aktuale, gjua aktuale, pavarësisht të gjithë të drejtave, dhe domethënë unë them, jo thjesht do të ketë protestë partijake. Qytetarët do të protestojnë. Nuk ka nevojë fare me thirrje një parti politike. Do të pyes më vonë pastaj, kjo është partijake apo janë qytetarët që po bashkohen? Normal. Shko, ka një mirë arsye pse duhet të protestojë opozita. Fakt, ne shikojmë që gjatë gjithë kësaj kohe dhe gjithë këtë procesi politik që po ndodh me Partinë Socialiste dhe gjithë ky absurd, domethënë pushtet absolut. Lord Acton, i cili është një historian anglez, thoshte pushteti të korrupton. Pushteti absolut korrupton absolutisht. Në këtë kontekst politik, këto janë rreziqet edhe të dhënat e sakta që ndodhin brenda Partisë Socialiste. Dhe vetë Partia Demokratike ka gjithë të drejtën të protestojë. Çështja qëndron sa e drejtësh me kauzat dhe sa empati dhe cilat janë qëllimet që po bëhet kjo protestë. Në fakt, ajo që dekriptoj unë dhe kuptoj është që Zoti Berisha nëpërmjet kësaj proteste kërkon të ndërgjegjësoj faktorin e jashtëm mbi atë se çfarë po ndodh realisht në Shqipëri, ndërsa e dyta është për dhënë dhe një mesazh përsëri faktorit të jashtëm, që unë jam njeriu që ju duhet të negocioni me partitë opozitare. Po se duhet ta bëjë nëpërmjet protestës, apo sepse nuk e ka këtë linjë drejt për drejt nga non grata? Kjo është një që është kryesore që janë marrëdhëniet jo vetëm të ngrira, po të shkëputura me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britaninë e Madhe, këto dy satelit, po them, pse u krijua Partia Demokratike, se nëse e marrim që në 90-ën, një prej arsyeve ishte që të ishte një derë dhe një dritare komunikimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ne dim shumë mirë sepse ka një problem dhe një absurditet edhe në kontekstet. Zgjedhur 22 marsi që ka qenë fitoria e parë por ka qenë fitoria e parë ka qenë me Ryersonin që në atë kohë të paktën ata që e kanë jetuar, se unë jam i ri dhe nuk mund të flas si kompetent dhe si përgjegjës, thoshin që Ryersoni u bëse një antar i kryesisë Partisë Demokratike që cilëte ndryshimin. Sot Partinë Demokratike e gjejmë me dyert të mbyllura me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe diçka shkurtimisht të vogël, dhe në anën tjetër është që narrativa që përdor Zoti Berisha që protesta më të mëdha është më shumë për të mobilizuar mbështetësit e vet, për shkak se e di që pas 11 majit partia po i vjen dhe po i tkurret dhe në këtë moment që ne flasim janë larguar disa antar të kryesisë dhe kjo ka kaluar në heshtje, por përbën një problem të thellë politik. Se ta diskutojmë. Protestat e PD-s a kanë rritur presionin mbi qeverinë? Unë nuk mendoj ende që sot kemi një protestë. I shikoj si foltore kombëtare. Tani, sheshi aty është mbushur, nuk mund të thuash që është foltore. Perceptimi im ozojmë pyte. E para njëherë nesër është dita e Sultanit Arvuruzit, atë është një ditë ku gjithë shqiptarët, pra kryesisht ato të besimit Bekshashin, festojnë këtë ditë edhe njëra nga kërkesat që kanë, apo pse shkruar edhe kjo ditë është për të pasur shpresën për një të ardhmë më të mirë.
dhe shpresën për të ardhmen më të mirë ka treguar dhe po e tregon një forcë qeverisë se me të gjithë mirë dhe të gabimet e saj në drejtimin politike ka treguar që e bën vetëm Partia Socialiste. Unë i them shqiptarëve që në çdo Thuaj dhe Edi Rama pas, mos e lë vetëm me Partinë Socialiste. Edi Rama absolutisht, ai është kryetari, ai është lideri. Ai është. Dhe i ftoj qytetarët që nesër për të shkuar dhe për të dhënë mbështetje një individi që është non grata dhe kërkon për interesat e tij personale, familjare të destabilitojë vendin, sepse ky është qëllimi i protestës së tij. I ftoj që çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë të bëjë një hashtag edhe të shikojë çdo vepër publike që ka bërë kjo qeveri dhe të krahasojë veprat publike që ka bërë qeveria e Partisë Demokratike në pushtet dhe kush kërkon që partia të vijë në pushtet në anë të protestave që janë destabilizuese. Akoma. Tunelet dhe rrugët e Partisë Demokratike, as janë shumë, por as kanë futur akoma. Ne bëjmë shumë rrugë dhe kemi bërë shumë rrugë dhe vetëm mura tallashi keni bërë dhe nuk keni bërë vetëm rrugë fshati dhe ata rrugë nuk dini të bëni, normalisht do merrni me rrugët tona, me gabimet tona dhe rrugët. Kam në lidhje drejt për drejt për ta patur pak minuta. Mirë se erdha. Mbrëma gjitha. Nesër është protesta e Partisë Demokratike, ora 18:00. Përkon edhe me simbolikën e 22 marsit të vitit 1992. Do jeni në shesh, zoti Jasimja, dhe si shikoni protestat e Partisë Demokratike? Po bëhen disa të tilla, po arrihet, le të themi, synimi që Berisha kërkon, le të themi presioni mbi qeverinë dhe mbi Ramën për qeveri teknike? Po, në një mënyrë po arrihet, natyrisht unë nuk jam nga ata optimistët që mendojnë që protesta do të gjithë gjithçka. Por mendoj që protesta është e domosdoshme për kryer atë funksionin e vet dhe deri tani e ka kryer. Protestat e mëparshme ja kanë dalë që të paktën të dalin nëpër mediat ndërkombëtare, të ndërgjegjësojnë pak opinionin publik ndërkombëtar për atë çfarë ndodh në Shqipëri. Vetëm gjë që unë do të ndryshoja, rregulloja, aty është kjo pjesa e molotovëve, me cilën unë jam dakord me thënë vërtetën, sepse pavarësisht se s'ka pas dëme në njerëz, rreziqe, po gjithsesi po mendoj që i ftofin pak qytetarët e Tiranës dhe mendoj që në protesta si ajo e herës së fundit përpara kuvendit, me 3-4 protesta të tilla dhe natyrisht me elemente të tjerë të rritjes besueshmërisë së Partisë Demokratike, mendoj që do kishte pjesëmarrje edhe më të lartë. Por mendoj që gjithsesi në një mënyrë protestat ja kanë dalë atë qëllimit që kanë pasur fillimisht. Në shesh janë vetëm mbështetës Partisë Demokratike apo ka arritur protesta e opozitës të frymëzojë edhe qytetarët, i motivojë që të dalin? Nëse Partia Demokratike do të kishte pasur shumë antarë dhe militant në Tiranë, thash kanë dalë në shesh, do të kishte qenë një parti gjigande. Është e qartë që vetëm një pjesë e tyre janë aktivistë të Partisë Demokratike, pjesa tjetër pastaj janë qytetarë, të cilët ose kanë votuar drejt për drejt për Partinë Demokratike, ka plot nga ata që kanë votuar prej 30 vjetësh e më tepër, ose janë njerëz që gjithsesi dalin për të protestuar kundër qeverisë, pavarësisht se mos kenë në një lidhje të madhe shpirtërore me Partinë Demokratike, por në fundit gjejnë një mënyrë për të shprehur pakënaqësinë e tyre. Apo i shërbejnë këto protesta Sali Berishës? Ishte një argument që u dha nga Agim Baçi këtu në studio. Mundet, po, natyrisht. Domethënë, nëse shikojmë të ndarë qëllimet e Zotit Berisha në dy vektor të ndryshëm, njëri vektor personal dhe njëri vektor pastaj partijak, ose le të themi kolektiva, si të publik, si të doni ju. Atëherë, po, natyrisht, sepse çdo politikan, përveç elementit të suksesit të partisë tij, ka elementin e suksesit të arritjeve të tij personale. Në rastin konkret, mendoj që përputhen që të dyja, mendoj që sa më të suksesshme tjetë protesta dhe sa më suksesshme tjetë Partia Demokratike, aq më mirë është edhe për Sali Berishën, besoj. A është e suksesshme sot PD-ja në këtë moment? Ju keni tentuar të paktën në nismën tuaj të bashkonit opozitën, nuk kuptoj dhe parti të tjera. Shumë prej tyre kanë pasur refuzimin të PD. Duke kthyer atë që kam thënë gjatë viteve të fundit pak, që Partia Demokratike ka nevojë të rrisi besueshmërinë e saj tek njerëzit, na bëhet më e besueshme, më frymëzuese.
mendoj që përpjekje po bëhen dhe to përpjekje besoj që paktën në raport me atë veprimtarinë që po bëjmë ne, me atë çfarë po organizojmë ne, mendoj që këto përpjekje kanë qenë të dukshme dhe do të jenë akoma më të dukshme. Natyrisht nuk mjafton kjo se do të ketë edhe të tjera. Je i kënaqur me rezultatin e negociatave që bëre vetë deri tani, domethënë ka një duk, ka një ndryshim, ka një domethënë shef një reagim, domethënë po, se ti ke qenë i qartë, ke thënë që të paktën nëse opozita mund të ketë për kodin zgjedhor dhe për reformën territoriale dhe ndoshta këtu PD-ja mund të ishte shumë më e qartë me gjithë partitë e reja që kishte një lloj mundësie këtu në këtë pikë. A ka ecur, keni ecur në këtë drejtim? Po, atëherë partia që ka qenë më e gatshme dhe më e hapur absolutisht ndaj bashkëpunimit të opozitës ka qenë Partia Demokratike. Këtë gjë mund t'ja u them hapur dhe qartë. Unë vetë kur e nisa bashkë me kolegët e Forumit Dialogut Politik dhe Proces, prisja ndoshta rezistencë pak më të madhe nga Partia Demokratike, por shoh që edhe për shkak të argumentit që kemi paraqitur, që është e nevojshme që Partia Demokratike si parti më e madhe të jetë më e hapur, ka patur qëndrim konstruktiv, ka patur edhe lëshime të rëndësishme. Një pjesë e këtyre janë bërë të qarta që në tryezën e parë, ne po përgatisim tryezën e dytë, me cilën mendojmë që do dalim me një produkt konkret dhe me pjesëmarrje pak më të gjerë se sa herën e kaluar. Natyrisht që presim që të ketë njëti nivel gatishmërie edhe nga partitë e tjera të vogla, janë 2-3 parti aty, se poshtoj edhe lëvizjen bashkë të zotit Qori, por e cila ka pranuar të marrë pjesë, paktën deri tani. Zoti Lapaj ka shprehur dhe lëvizja Shqipëria bëhet që do të marrin pjesë po me një seri kushtesh, por besoj që janë më afër bashkëpunimit paktën për disa çështje madhore konkrete. Nga zoti Sheaj për ftesën e fundit që kemi bërë në fakt, për diskutuar për çështjen e kodit zgjedhor, s'kemi marrë akoma përgjigje. Mirë do të ishte që kishte përgjigje qoftë edhe për mirësjellje në fakt, ndaj kësaj përpjekje që po bëjmë ne. Megjithatë është e drejtë atyre legjitime që të kenë strategjinë e tyre, por unë mendoj që do të kemi një produkt, besoj brenda 2 javëve të ardhshme do të kemi diçka të rëndësishme për të treguar. Dhe mendoj që nuk është çështje thjesht e akumulimit matematikor të votave të secilës parti ose të mbështetësve të secilës parti, mbi gjitha është për t'i treguar pastaj edhe votuesve shqiptarë dhe shoqërisë shqiptare që opozita mund të bashkëpunojë, mund të lejë mënjan gjithë strategjitë individuale, vetjake, partijake, për të bërë diçka më të rëndësishme se sa aq. Dhe qëllimi i fakt është që përmes këtij bashkëpunimi të opozitës ne të mund të nxjerrim kur të vijë koha pastaj në kutitë e votimit një pjesë të madhe të shqiptarëve që kanë vendosur të mos votojnë, pikërisht sepse kanë konsideruar që s'ia vlen të votosh kur opozita është kaq e përçarë dhe kur nuk ka shanse për të fituar. Ky është objektivi madhor përtej çështjes thjesht të bashkëpunimit të partive opozitare. Zoti Simja, doja t'ju bëja një pyetje qoftë si politolog, po dhe qoftë si njeri që i keni ndjekur zhvillimet politike. Këto protesta po arrin të prodhojnë diçka politikisht konkrete për Shqipërinë, por dhe për Partinë Demokratike? Le ta kthejmë pyetjen për një moment mbrapsht, edhe themi, supozojmë që Partia Demokratike s'do të kishte bërë asnjë protestë deri më sot. Tani në emision tema do të ishte pse Partia Demokratike s'ka bërë asgjë. Mund të themu, mund të ishte tema për shembull që pse Edi Rama ka nisur të mbrojë me kartona zonjën Balluku dhe pse Edi Rama po ndryshon qendrim për SPAK-un. Mund të ishte edhe kjo tema. Tema e protestave. Jo, tema zhvillimit. Tema emisionit. Mi më patjetër se temat e emisionit, emisionet nuk mbarojnë ndonjëherë, po e kam fjalën, doja të thoja këtë gjë që ndoshta nuk e kuptova fare. Doja të thoja këtë gjë që ne do të ishim duke u ankuar, nëse do të ishin këto protesta, do ishim duke u ankuar pse Partia Demokratike s'po bën diçka. Në fakt Partia Demokratike po bën diçka, por përpiqet bëjë atë që për momentin mund të bëjë. Mund të mbledh një numër shumë të madh njerëzish në shesh, mund të bëhet e dukshme edhe për mediat ndërkombëtare, edhe për opinionin ndërkombëtar. Paralelisht me këtë po zhvillon një proces
komunikimi me faktorin ndërkombëtar që nuk është i parëndësishëm. Edhe në këto ditë për shumë janë 3-4 personazhe të rëndësishme të Partisë Demokratike që janë në Berlin, edhe në Belgjik gjithashtu. Do po përpiqet bëj diçka. Me thënë vërtetën, po mendimi im personal është që duhet bëj shumë më tepër se sa kaq. Besoj që njëti mendim kanë edhe ata vetë në Partinë Demokratike. Unë e them si jashtëm të, se nuk është se as jam antar i Partisë Demokratike, as e kam papin tim ose profesion lidhur me Partinë Demokratike. Është kollaj në fakt që të kritikosh edhe ti është kërkues nga kurria nga jashtë. Por mendoj që diçka po bën. A mund të bëjmë më tepër? Po. Jam i bindur që secili nga ne aty në tavolinë ka plot ide se çfarë mund bëjmë më tepër Partia Demokratike në rastin konkret. Por po bën diçka, ashtu si dhe zoti Lapaj po bën atë betejën e vet, 100 ditëshe deri tani. Zoti Shehaj po bën edhe ai atë të vetën me mbledhjen e firmave, pavarësisht se çështja e Ariollit është tjetër gjë, pasi që nuk ka lidhje me drejt për drejt me aktualitetin, me Ballukun, imunitetin e tjerë. Okay. Por secili po përpiqet bëj atë të vetën. E rëndësishme është, mendoj unë, që mos bëhen 7 beteja të ndryshme, por të jetë një betejë e vetme, e përbashkuar në mënyrë që gjitha energjitë të bashkohen dhe me gjitha opozitat të tregohet e besueshme dhe frymëzuese dhe të paraqitet si potencialisht fituese e zgjedhjeve të tashme, betejave të tashme elektorale. Shkurtimisht Alfred, edhe që të vazhdojmë diskutimin. Zoti Asime, duke ju vlerësuar vazhdimisht për rolin tuaj kontribut për të pasur një opozitë më të shëndetshme dhe më demokratike dhe më të fortë, normalisht edhe kundrejt edhe majorancës, pra ne që drejtojmë qeverinë, ajo që duhet të bëjë një pyetje. Qeverinë e drejtoni Dirama, jo ju. Ajo që duhet të bëjë një pyetje shumë të sinqertë, duke qenë se je edhe shumë perëndimor dhe je shumë pa e kërkon këtë demokracinë e shëndosh. A justifikohet gjithë kjo lëvizje juaja për të rregulluar një parti demokratike që kryetari i saj është non grata nga dy shtetet më të rëndësishme, pra Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Pra keni kërkuar juve që pjesë e kësaj partie mos tjetë më ky lider, pra mos drejtohet nga një njeri non grata? Atëherë, nuk ka ndonjë lloj kuptimi që ne si forum t'i kërkojmë partive të ndryshme që të ndryshojnë liderët e tyre ose antarësinë e tyre. Kjo është një çështje e brendshme e partive. Vështirë ta mendosh që ne nga jashtë një forum qytetarësh të lirë, të angazhuar, t'i kërkojmë tani partive t'i kërkojmë që të bëjnë një ndryshim të caktuar. Kjo është çështje e vetë e brendshme e Partisë Demokratike. Ajo çfarë na intereson, dhe fakti e thot edhe emri, edhe gjithë veprimtaria deri tanishme e forumit, ajo çfarë na intereson është që partitë t'i bëjmë bashkë. Çështjen e përmirësimit të secilës parti, pastaj e zgjidh vetë secila parti, por ne nuk e bëjmë këtë gjë as me Partinë Demokratike, as me Shqipëria Bëhet, as me Partinë Mundësia dhe të tjera. Nuk e kemi ne për detyrë. Natyrisht që do të donim, është e vërtetë që secila prej këtyre partive të ishte sa më e fortë dhe një nga mënyrat se si mund t'i ndihmojmë këto parti është pikërisht që t'i bëjmë që të bien dakord për shembull për çështjen e kodit zgjedhor dhe mendojmë që do të kemi disa rezultate shumë mira tash të shpejti për këtë. Në mënyrë që secila parti të jetë më përfaqësuese dhe më e fortë në skenën politike shqiptare. Ermal Asimi, të falenderoj për këtë lidhje në terminal. Faleminderit dhe juve, natën e mirë gjithëve. Natën e mirë. Agim, the që protestat i shërbejnë konkretisht Partisë Demokratike për funksionimin e brendshëm të saj. A ka qytetarë që frymëzohen sot nga PD-ja, a frymëzon sot PD-ja? Shko, sfida më e madhe e opozitës është kthehet në shumicë morale. Pastaj kthehet në shumicë qeverisë. Se ky është modeli për jashtë. Ky justifikimi që Edi Rama do të na zhdukë e ktheu Berisha, për këtë kjo prapë është në narrativën e gjeturit armik kudo, domethënë prapë për të bërë këtë gjë. Ajo që për mua është shqetësuese është që në vend që të hapi dyert, duke sikur i mbyll. Nuk ka elit, po si mund të thuash përjashtohet, ndërkohë që ti bën ofertë Lapaj, ti bën ofertë Agron Shehaj, ti bën ofertë edhe Qorit, ndërkohë që nuk lejon Selinjani që është aty, domethënë duke bërë takime me demokratët, cilët i kam parë, i kam ndjekur takimet, të shqetësuar për një ri energjizim të gjithë Partisë Demokratike që është e rëndësishme, sepse shiko, partitë në opozitë mund të përmirësojnë vetveten.
mund të ringrihet. Dhe unë mendoj që partitë e mëdha, domethënë si Partia Demokratike, dhe unë e njoh paktën, mendoj që e njoh që nga 90-ta e këtej, domethënë unë mendoj që është parti e madhe dhe ka mundësi që të gjenerohet, por ajo fillon nga kreu, nga ideja, nga për të hapur rrugën, Dhe ajo që kemi thënë paktën unë qëndroj që do asaj që kam thënë për 5 vite të fundit që s'duam ne situata personale e zotit Berisha, domethënë non grata dhe me akuza në spak. Asnjë nuk thotë që është fajtor, asnjë nuk, domethënë unë do doja, madje ja kam thënë doktorit përballë që do doja jo $6 milion, po edhe 16 milion, me kush që të hapet dosja jote që ta marrin vesh. Por është e vërtetë që ta ka bërë kundërshtarë yt politik apo ka diçka, sepse qytetarët shqiptar nuk kanë nevojë ta njohin, nëse është e vërtetë që e ka bërë Rama, atëherë ikim me themi Berishës, na fal, por ti kërkojmë falje të gjithë dhe hajde ta bëjmë këtë gjë. Por nuk funksionon kështu, domethënë pra, sipas meje ka një mangësi shumë të madhe në rigjetjen e rrugëve që elitat, qytetarët janë interesuar të afrohen ke Partia Demokratike, të afrohen te opozita dhe opozita se nuk ka të bëjë opozita, ne gabojmë nëse e mendojmë që ka të bëjë me fatin e Berishës apo Flamur Nokos apo Edi Palokos. Po zë disa emra. Opozita është çështje e këtij vendi dhe një opozitë fortë i bën nder vendit, një opozitë fortë jep shpresë, një opozitë fortë nuk lejon një qeveri të jetë arrogante, një opozitë fortë jep mundësinë që qytetarët mendojnë që ky është instrumenti me të cilin mund të zëvendësojnë, domethënë pra, të shkojnë zgjedhje dhe të zëvendësojnë një gjë. Dhe në momentin që ti nuk paraqitesh si i tillë, por vjen dhe zoti Berisha ka këto sot po vuan ato të cilët i premtoi dhe nuk i bëri dot, që tha unë për 6 muaj rrezoj Ramën, unë bëj bashkë opozitën, do respektoj Nenin Basha, unë respektoj primaret, unë domethënë ma kanë bërë kundërshtarët sa vit Trumpi heq në ngratën. Pra, të gjitha këto përfshi dhe 8 janarin, cilën e kam akoma para syve si një ngjarje shnuan të trishtuar për gjithë në demokratë, për gjithë, se po e fuz veten te kjo pikë se nuk kam se e fshet që e kam votu këtë gjë. Dhe tani them që si ka mundësi që një lider si Berisha, cili është një politikan që prodhon politik, që e njeh politikën, që demokratët e kanë bërë president dhe kryeministër, nuk e lejon demokratëve të organizojnë vetveten, domethënë të ngrihen, por janë tani se shiko, është shumë i zoti për ta mbajtur partinë e dyta, por kryetari i opozitës merret me kundërshtarin dhe pyetja, e kam thënë disa herë me radhë, pyetja që do t'i bëjnë gjithë demokratët aty është, e mund Edi Rama apo jo? Jo mund Selinjanin apo Kokalarin apo këtë një tjetër. Franc. Patjetër që e mund Edi Rama nëse do të ketë zgjedhje të lira dhe ndershme. Në Shqipëri, në vitin e thonë jo, dekorajonin këtë do, domethënë. Vitin e kaluar zgjedhjet nuk ishin as pak të lira dhe ndershme. Po dekorajonin këtë do. Nuk e thot Partia Demokratike. Ai nuk tha kështu që, ai tha unë e mund Ramën sepse unë e bëj, unë nuk isha zgjedhjet si Basha. Fakti që në Shqipëri nuk pati vitin e kaluar zgjedhje të lira dhe ndershme, nuk e thot Partia Demokratike, e thot raporti ose BE-Odiri dhe vetëm dje, jo më larg se dje, ka dalë një institut tjetër për demokracinë, një institut suedez, Videm, që ka dhënë po ashtu një raport shumë shqetësues për zgjedhjen në Shqipëri, e klasifikon Shqipërinë baraz me vendet afrikane dhe me Bielorusinë, mos gaboj, ku e konsideron një autokraci elektorale. Shqipëria autokraci elektorale, thonë raportet ndërkombëtare të fundit, që do të thotë nuk ka zgjedhje të lira dhe ndershme. Shqiptarët votojnë, është e vërtet, por tjetër kusht numëron. Pra, duke nisur nga ato që ndodhën herën e kaluar, kuptohet që votat juve neve ç'kemi ne. Ju kanë votat juve, shihni problemi me veten tonë më vëllai, se neve të njëjtat votat kemi. Partia Demokratike do t'i shikojë për gjitha problemet, gjitha aspektet, edhe me veten e saj do t'i shohë, do bëj. Kan humb votat, ti s'di ku ke demokratët e tu. Shif ku ke demokratët e tu, pastaj merr me raportin, se raporti ose BE-Odiri tha dhe Berlini do merrem me sistemin një herë, me sistemin zero. Apo të Giro d'Italia në Itali, thotë që e bëri këtu, tha është problem, tha. Tani varet si e shikon edhe atë raport. Ka shumë probleme, ajo ka qenë një nga problemet e zgjedhjeve që impaktoi një qark të caktuar, sikundur kishte shumë evente të tjera elektorale në një farë mënyrë që me paratë e shqiptarëve u blen thonjza direkt apo indirekt influencë politike në zona të caktuara. Megjithatë, pastaj ajo është pjesë e asaj që ndodhi vitin e kaluar tashmë, ne do përpiqemi pikërisht që të bëjmë pse jo ndryshime bashkërisht me gjitha partitë politike në kodin zgjedhor, që pikërisht këto gjëra të shmangen në të ardhmen dhe mos ndodhin më, sepse në momenti që s'ka zgjedhje të pranuara nga gjitha palët, ne nuk ecim përpara se shoqëria. Shikoni Kosovën. Bën zgjedhje her pas here, edhe të parakohshme, dhe nuk ka kriza, nuk prodhohen kriza në kuptimin që njerëzit i njohin, parti politike i pranojnë rezultatet atje. Del rezultati për 2 ditë maksimumi. Ju se keni pranuar që në 90 deri tani më zotëri. Partia Demokratike s'e ka pranuar ndonjëherë zgjedhjet.
Edhe ku ka fituar, thot, ka mumbur, më kupton. Ermal, ka frikë Berisha nga Saljani dhe nga zërat kundër? Tani, që t'jemi sinqert në fakt, Saljani dhe elementë të tjerë po shkojnë në një betejë që e din vërtet se cili është fundi. Në fakt, Partia Demokratike, kur unda në 2021-shin, unda për 2 parime, të cilat ishin marrëdhënie të shëndetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për të mbrojtur drejtësinë. Këtu unda Partia Demokratike. Pastaj çdo aktor tjetër bëri lëvizje pragmatiste për të parë interesin e vet dhe jo të Partisë Demokratike. Këtu ne mbaj mend edhe këta aktor politik, të cilët bën zigzake politike dhe pasi kishin hedhur një ser akuza ndaj zotit Berisha, për arsye pragmatiste të mirëfillta, vajtën, u ulën dhe puthën dorën e mbretit. Dhe kur ti shkon puth dorën e mbretit në një amoralitet politik, mos kërko rregulla loje. Zoti Berisha nga viti që ka marrë drejtimin e Partisë Demokratike, po them që në 92-shi që fitoi për herë të parë Partia Demokratike, deri më sot i ka ndryshuar qëndrimet në bazë të interesave të veta politike. Dhe kur i është dashur, ka bërë dhe një hapje e cila ka qenë fituese e Partisë Demokratike si në rastin e vitit 2005. Sot është konteksti komplet i ndryshëm politik. Zoti Berisha është non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Berisha në vend ta mbështesi institucionin e drejtësisë SPAK e sulmon nga mëngjesi deri në darkë, dhe në këtë kontekst të asaj se çfarë po ndodh në Partinë Demokratike, nuk mund të kërkosh asgar dhe nuk mund të kërkosh një betejë reale, për shkak se Partia Demokratike është e gjitha në një absurditet i cili po ndodh sot në këto 35 vite. Dhe ne e dim shumë mirë dhe nga sociologu dhe filozofi francez Tocqueville, i cili thoshte institucionet demokratike dobësohen kur ato identifikohen me njëshin. Sot Partia Demokratike identifikohet vetëm me Sali Berishën. Kështu që në këtë kontekst... A dëmton kjo po dën sot? Sot që ne flasim, askush nuk mban përgjegjësi, ne e dim para disa ditësh, nga Partia Demokratike u largua sekretarja për marrëdhëniet me publikun. Dhe zoti Berisha, ndër të tjera, e nënkuptojnë një largim të parëndësishëm e nënkuptojnë në tekst. Por këto largime që shtohen për ditë, ka një përgjegjësi politike njeriu që e drejton atë parti. Kështu që në këtë kontekst, pavarësisht emrave kushdo të jetë, që do dali përballë dhe kërkon që të futet në garë, mua më duket që nuk po tregohet i drejtë, sepse ti nuk mund të presësh garë në një vend ku është vullosur fituesi. Dhe këtu, me i sinqerti, u them sinqerisht, Aurora, me i sinqerti më duket Flamur Noka, i cili thot, unë e di rolin tim, e di detyrat e mia, këtu do t'jetë vetëm Sali Berisha dhe është i sinqert edhe me demokratët dhe me opinionin publik dhe i ka mbyll derën çdo njeriu që tenton apo ndron edhe pse s'do ketë garë. Po edhe nëse tenton të marrë pjesë, ai thotë që kjo parti është e zotit Berisha dhe e tregoi edhe primare që nuk pyeti njeri zoti Berisha kë do emëronte, kë do vendoste dhe ka emëruar dhe brenda ditës mund të shpalli tradhëtar ose dhe mund të bëj hero demokracie. Pra dielli dhe ëna lind me deklaratat e zotit Berisha. Franc. Ja, nuk mendoj se situata është kaq bardhëzisa po ilustrohet, përkundrazi, Partia Demokratike është vërtet që duhet të hapet akoma më tej, ka vend për përmirësime, si kundur u tha edhe pak minuta më përpara, gjithë mund të bëjmë më tepër dhe mund të japim maksimumin për ta forcuar opozitën tërësi dhe Partinë Demokratike në veçanti. Është momenti që është ngritur me vendim kryesie, është ngritur një grup pune, është miratuar një grup pune për të hedhur disa piketa dhe disa ide për ndryshime dhe të propozuar ndryshime në statut, pra rregullat e lojës, po themi edhe kushtetutën e brendshme të Partisë Demokratike, i cili do filloj punë shumë shpejt. Kuptohet që aktualiteti ka marrë përparësi këto ditë, sepse një pjesë e mirë e, po themi, eksponentëve lartë të Partisë Demokratike ishin të angazhuar në takime jashtë vendit këto ditë.
sikundo dhe u përmend në Berlin apo dhe në Bruksel, për takime me rastin edhe të 50 vjetorit të Partive Popullore Europiane, ku gjithë e panë që zoti Berisha kishte një mbështetje dhe ka një mbështetje mjaft të gjerë te partnerët europian, ndryshe nga ajo që trumbetohet shpesh në Shqipëri dhe përmendet edhe në gratë e tjera, ndërkohë që mua po më duken sinqerisht tema pak të vjetruara që po risillen në aktualitet. Më fal, Frant. Jo, nuk e kisha me ju personalisht. Në përgjithësi zoti Berisha ka një mbështetje sa vjen në rritje dhe takimet e fundit e kanë demonstruar këtë në Bruksel me gjithë eksponentët më të lartë të Partive Popullore Europiane, që është partia kryesore e qendrës së djathtë që ka shumicën në Parlamentin Evropian dhe në shumicën e qeverive të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, ku vendoset fati i Europës, po nga ana tjetër, grupi punës, se këtu e nisa domethënë bisedën për këtë pjesë, do të është fokusuar këto ditë edhe është fokusuar edhe për protestën e datës 22 pra nesër, dhe mbas protestës patjetër do fokusohet tek pjesa e ndryshimeve statutore. Aty do të shihet pastaj se çfarë do të ndodhë realisht, çfarë risish do të ketë, sepse do të ketë ndryshime statutore që do të propozohen. Natyra e tyre mbetet për t'u parë. Unë jam pjesë e grupit punës. Natyra është do hapet, do ketë për zërat me ndërlejohet të kandidojë. Do ketë. Endes ka filluar. Jam mësuar të bëjmë, është bërë statuti i Partisë Demokratike se ajo letër bakalli që ndryshohet sa herë që ti teket, dhe është e bukur sepse në pjesës besoj që pjesë e një ca elementeve në statutin e partisë do të ketë fragmentizimin apo fjalën toksh vetë përjashtimi apo tje i vetë larguar, pra do të ketë edhe këto të tipit. Shumë për batut kjo, po. Aurora, ka një për opinionin publik. Ne nuk kemi thënë ndonjëherë që Bashkimi Evropian e ka shpallur non grata zotin Berisha. Kemi thënë, SBA-ja dhe Britania e Madhe. Dhe me Britania e Madhe ka dhe një vendim gjyqësor. Nuk është se shpikun këtë gjë. Unë jam shumë i qartë, pra kur këta tentuan që ta çonin si proces gjyqësor, pra përfaqësuesit e zotit Berisha, ka dhe një vendim gjyqësor të Ka një ndryshim të qasjes së ndërkombëtarëve ndaj Berishës në tërësi dhe Partisë Demokratike? Të Britanisë dhe të SBA-s nuk ka. Bashkimi Evropian po kemi parë vizita dhe nuk mund ta mohojmë dot, por ne dim që konteksti apo dielli i gjeopolitikës janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ne për kontekste historike, edhe vetë Partia Demokratike ka ardhur në pushtet sa herë ka pasur mirë raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Frans. Jo, nuk kam ndonjë koment tjetër nga ajo që thash. Patjetër që ka një ndryshim në raport me Bashkimin Evropian. Një pjesë e mirë e eksponentëve të lartë të Partive Popullore Europiane dhe të Bashkimit Evropian nuk ka pasur këtë qasje përpara disa vitesh. Mund të ketë qenë më reticent dhe së fundmi janë krah zotit Berisha, jo vetëm përpara pak ditësh, me rastin e 50 vjetorit të Partive Popullore Europiane, por edhe muajin e kaluar kur u bë vizita dhe po themi një delegacioni të posaçëm nga Partitë Popullore Europiane me pjesëmarrës nga të gjitha vendet antare të Partive Popullore Europiane, kishte edhe nga vendet e Europës lindore dhe qendrore, sepse Partitë Popullore Europiane kanë dhe partitë tjera që ishin prezente dhe ata e njihnin më mirë aktualitetin e Shqipërisë, e kuptonin më mirë se këto gjëra që kemi po vuajnë në Shqipëri kanë vuajtur ata përpara. Okej. Agim, sa demokratike, vetëm demokratike duket në këto gjasa që s'është Partia Demokratike, por a e dëmton kjo situatë vetë po dëmë? Formale kanë qenë zgjedhje dhe MPS dhe MPD, domethënë nuk është se ka patur në kështu, përveç se gara, si jo, ka pas një garë në të kohë Fatos Nano me Pandeli Majkon që për pak vota dhe për naivitet që u humbë, domethënë, por pastaj për shembull Berisha ka pasur, domethënë, kanë qenë kështu. Ka hikur fillimisht Selami, pastaj Tritan Shehu, pastaj Lulzim Basha, nuk është. Domethënë, historinë e Partisë Demokratike e njohim për shkak se sa të jetë Berisha aty dhe do të kandidojë, kjo është çështja, domethënë që në botë njerëzit nuk ikin se humbin votën brenda partisë. Njerëzit ikin sepse humbin mundësinë për të mund të kundërshtarin politik, pavarësisht të gjitha mund të ketë të drejta 100%. E mundot sot Berisha në kundërshtrimin e një demokrati siç je ti? Shiko pra, këtë po them, që Sali Berisha vetë premtoi, nuk tha që po u bën zgjedhje të ndershme, unë do ta mund Ramën. Jo, unë e mund Ramën. Unë bëj bashkë opozitën. Unë e mund Ramën, unë nuk mi vjedh më njëri votat, ju betu shqiptarëve në stadium që mua nuk mi vjedh më njëri votat, unë nuk jam Lulzim Basha që mi vjedhin votat, akuzoj Lulzim Bashën që shiti zgjedhjet, ndërkohë që humbi shumë më thesë Lulzim Basha, pastaj bëri një kthesë që tha jo, ja vodhi, po ai nuk mbrojti votën më mrapa. Pra, ka diçka, shiko,
nuk është një komoditet i madh, më thënë se mund të kemi kundërshtime me rrethën që them që problemi më madh është kur mazhoranca nuk respekton gjykatën kushtetuese dhe zhbën vendimet e saj, se ato janë më të rënda, me fjala, por për mua respekti ndaj kushtetutës partisë nënkupton që kur vjen qeverisje, do respektosh dhe kushtetutën e vendit. Absolutisht po. Kush ka ndryshuar një kushtetutë? Po si, rasti Gjaçkës ose domethënë mos marrim raste të tjera, të cilët janë refuzuar komisionet hetimore parlamentare, domethënë në vazhdimsi të madhe që është një drejtë kushtetuese, po flasim për një pikë shumë të thjeshtë. Në këtë sistem them unë që çdo parti duhet të tregojë që duhet të ketë garë, duhet të ketë demokraci të brendshme, duhet të ketë konkurrencë, duhet të ketë respekt ndaj fjalës, se prandaj në stadium Berisha tha Neni Basha. Do ta di, do të ndryshoj me shumë qasa të ndryshoj statutin që të ndryshoj tikin Neni Basha sepse me statut sot Berisha nuk mund të kandidojë. Do thuash ti që ka një vullnet politik dhe kryesia vendos që nuk i kam humbur zgjedhjet, mi kam vjedhur zgjedhjet. Tani kështu, kjo lloj narrativ ka opozita që s'ka pranuar një humbje të zgjedhjeve. Deklaratën e fundit zoti Berisha publike, unë e kuptova që ai lat kuptoi që nuk do të preke asnjë nen një ngjashëm që ka lidhur. Nëse nuk preket neni, Berisha nuk konkuron me statutin që ka sot. Nuk ja lejon statuti që ke sot, ti e njeh shumë më mirë statutin se e di shumë mirë se e ke grupi punës që statuti sot, një njeri që ka humbur zgjedhjet nuk e lejon të konkurrojë. Dhe nëse shkojmë në gjykatë, ti e di shumë mirë, merret vendimi KQZ-s. Kush ka fitu? Ka fitu PS-ja. Ka humbur PD-ja, bie Berisha. Pra, nëse gjykata merret me vendimet e KQZ-s. Ne po flasim si Partia Demokratike të bëhet një parti konkurruese, se thash Sali Berisha mundi çdo që do konkurrojë sot përballë tim PD. Dhe ka një teori që thotë që është antidemokratike ti kërkosh mos të konkurrojë për sa kohë fiton. Jo, se pranaj është pyetja. E mundit ju Ramën? Edhe në 2009-ën, ato që kundërshtonin Ramën brenda PS-s, këtë e pyetsin. E mund dot Sali Berishën? Pra, ka një pyetje thelbësore, sepse je për të ardhur në qeveri dhe kur je për të ardhur në qeveri, pyetja bëhet në kundërshtarin që ke përballë me atë. Tani e njëjta lojë, se paktën thash që unë ndoshta për shkak të përvojës një njoh nga 35 vite, edhe kur ka qenë PD-ja në pushtet, domethënë është munduar që PS-n ta, domethënë kemi disa bëri Petro Koçi parti, bëri një tjetër parti u ndërtu LSI-ja, pra nuk është se ka patur një histori po kaq pa ngjashme dikur, domethënë. Edhe Partia Socialiste, po në gjithë botën është praktik që kundërshtarin do ta zvoglosh, kjo ndodh në Itali, ndodh në Francë, ndodh në Gjermani, ndodh kudo. Ky është justifikim. Çështja është që ti prandaj do të gjesh një mënyrë krejt tjetër dhe sot është vështirë për shkakun se me vota mazhorancës në parlament nuk i imponohesh dot. Se ka 86. Në mendokëmbëtarët e ke këtë ngërçin, sado që kanë filluar të lëvizin ujërat është shumë larg, atëherë ke një aleancë, në aleanca është me qytetarët. Ka filluar Berisha, e ka ndryshuar kursin që thotë jo ndokëmbëtarët, janë qytetarët shqiptar. Edhe realja kjo është, më thon, por çfarë aleancë ke bërë me qytetarët shqiptar? Ai ke hapur dyert se për mua më thon do ishte me shumë kosto nëse do ndodhi ajo që Salinjani e ka lajmëruar 2 ditë përpara që nëse nuk do e lejojnë të kandidojë, do e çojnë në gjykatë. Edhe ne e pam se ç'ndodhi me një proces gjyqësor me opozitën mbas 2021-shit që edhe gjykatat në mënyrë jo serioze i zvarrisin problemet partijake, se për mua do të ketë një ligj që kur vjen puna për çështjet e partisë, meqense janë çështje jo personale, po i përkasin demokracisë. Patjetër se është e turpshme të zvarrisësh 2 vjet, 3 vjet një çështje. Jepja orë njëri të tjetrit, po të paktën jepja. Dhe për mua çdo proces gjyqësor është trishtues për këtë gjë. Dhe në këtë pikë unë mendoj që ka vetëm një derë. Është dera e madhe për të kuptuar që a mund që e mund të kundërshtarin? A ka një aleancë tjetër? A ka një zgjidhje tjetër? Dhe Berisha, duke qenë prodhues i mirë politik, njohet shumë i mirë politikës, ishte i para që duhet kishte kontribuar për këtë lloj raporti me qytetarët. Dhe majmë përgjegjësi grupi parlamentar kryesia që nuk i bën këto pyetje atje, se po që nuk flet në opozitë, imagjinon pushtet. Se ti themi mazhorancë sepse se kërkon llogari Ramës, kur kemi që opozitë nuk i kërkojnë llogari Berishës, imagjino çfarë paradoksi. Tani pyetja që ishte bazike, e mundot Berisha Ramës sot? Unë thash dhe në fillim, patjetër që e mund, nëse do të ketë garë reale, madje një arsye tjetër që mendoj që e mund është se Rama i trembet dhe i druhet një debati me zotin Berisha. Zoti Berisha e ka thirrur publikisht, e ka ftuar publikisht disa herë kryeministrin Rama në prag të zgjedhjeve dhe jo vetëm, që të kenë një duel, një përballje si kundër bëhet në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo në shumë demokraci tjera ku 2 rivalët kryesorë dalin dhe debatojnë publik. Vetëm në Shqipëri nuk ndodh që ka prej vitesh, mbi 20 vite që
lideri i majorancës dhe lideri i opozitës nuk bëjnë një debat, paktën të diskutojnë dhe qytetarët bëjnë dallimin. Debati fundit ka qenë Nano Berisha. Po pikërisht mund të ketë mbi 20 vite, mos gaboj të opinioni, të Fevziu. Kështu që fakti që Rama refuzon prej vitesh që të ketë ftesat e zotit Berisha për një debat televiziv tregon që ndoshta nuk e ndjen veten në lartësinë e duhur. Dgjoj, unë mendoj që Chelsea i fitores, apo Chelsea i suksesit i fitore të një partie politike ka një bashkësi, dhe kjo bashkësia ka kombinim të vlerave, të parimit, të meritokratitetit, pra të meritës, ka të betejës, pra të vendosjes pozitave të një individi cili është prank një subjekti politik, në të rast edhe të kritikave të qëndosha, apo të vlerësimit të asaj rrugtimi që bën ky antar në këtë rrugtim. Dhe duke parë që kemi një forcë opozitare që nuk i respekton parimet, pra parimet për mendimin tim morale politike, të tipit domethënë që ne e pam shumë qartë, u zhvilluan primarët dhe njerëzit që ishin më të votuar nga primarët nuk u futën, nuk ishin pjesë e listave për kandidat për deputet, dhe kjo automatikisht e ka krijuar tashmë perceptimin publik. Në favor ju? Jo, ka krijuar perceptimin publik se ne jemi në rregull, ka krijuar perceptimin publik që këta nuk din të trajtojnë dhe nuk din të merren me njëri tjetrin, nuk din të vlerësojnë njëri tjetrin dhe të kenë meritokraci për njëri tjetrin, normalisht si mund të qeverisin një vend. Ka që thjesht është, dhe si mund të jetë forcë politike, për çfarë frymëzimi ka të tërë. Dhe kjo është arsye pse, një sekondë, dhe kjo është nga Partia Demokratike këtu. Jo, pra, dhe kjo është arsye pse kjo është demokratike që Partia Socialiste shqetësohet për Partinë Demokratike. Jo, di pse s'ka zgjedhje një antar një vot është harruar prej 15 viteve. Neve na ka pëlqyer për shkak sepse duke shumë antar që kanë qenë pjesë e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, kanë ardhur pranë Partisë Socialiste për të kontribuar për vendin edhe për vizionin që ka Shqipëria 2030 Bashkimin Evropian. Dhe kjo është një spak dhe ata pasaj se çka keni marrë bashkëpunëtor Shqipërinë përpara interesave partijake apo një partie e cila nuk frymëzon, nuk motivon dhe nuk të jep të drejtën e meritokracisë që të jesh pjesë e saj. Partia Socialiste majoranca nuk po respekton kushtetutën dhe ligjet. Ju ankoheni për një parti në opozit për statutin e saj. Nuk ndikon kjo në shoqëri, ka grup kapituj që kanë bënë me ligjet. Prit zotëri se kemi surpriza. E di çfarë thoshte Platoni Aurora. Po leteni Platoni tani bëna kujto Platoni. Çfarë do të them? Mund do të them, e di çfarë thoshte Edi Rama. E di se çfarë thoshte Edi Rama. Pra thoshte nuk e di. Kush e di çfarë do të thoshte? Jo, aty nuk kishte marrë. Platoni thoshte që kur shteti ndryshon ligjet për pushtetarët, atëre dhe jo për qytetarët, është drejt rënies. Kjo është e kundra vazhdimisht. Në këtë kontekst, kodet dhe ligjet që po tentojnë që të ndryshojnë për kodin e procedurës që kryetarët e bashkive, ministrat, ka bërë disa të presidentin, antarë gjykatës kushtetuese. Dhe kjo po tenton që t'i bëj më të barabartë mes barabartëve, pra para ligjit. Kështu që në këtë kontekst, prandaj i mëshoj faktit dhe e kam thënë shpesher këtë që në kontekstet e asaj se çfarë po ndodh realisht në politikën e brendshme dhe në zhvillimet politike, i vetmi kundërshtar real i aktorëve tradicional politik është vetëm SPAK-u. Po, SPAK-u nuk konkuron, në demokraci konkuron partitë politike, prandaj jemi shqetësuar për opozitën. Po, prandaj në këtë kontekst është dhe përgjegjësi e opozitës fakti që kemi një ram kaq të fortë. Çka padyshim në një raport një opozitë fortë, domethënë, e bën dhe majorancën të jetë shumë e kontrolluar, domethënë. Domethënë ne kemi sot pyetja që kam bërë unë që kush ja jep Ramës gjithë të qetësi që edhe kur menaxhon situata të vështira me akuza përballje me SPAK-un, domethënë, duke sigurisht nuk është i shqetësuar për pushtetin që ka opozita sot përballë qytetarëve, se në këtë dhe raporti mendoj që është përgjegjësi morale e fortë e atyre që janë në opozitë aty që të kërkojnë llogari dhe të hapin dyert dhe të flasin sepse i bën nder vendit gjithmonë kur kemi pas një opozitë fortë, qeveria ka qenë shumë më e matur, shumë më e kontrolluar në raportet me ligjin, me respekt në ligjit, me ndryshimet ligjore, Po, si e shpjegon faktin që Berisha mbyll dyert? Sepse me eksperiencën e vetë politike, në këtë konkluzion që arrit e tigimi në argument, arrin shumë kollaj.
Pse po e bën? Për të mbrojtur veten? Ka frikë nga Saljani, ka frikë nga zërat Jo, shiko, tani e tha Bini, domethënë, shiko, për mua çdo konkurim i bën nder Partisë Demokratike sepse në fund fare Berisha tha edhe që un jam gati të bëj domethënë të kem fraksione, nën? Edhe për shembull Merz sot që është kancelare në Gjermani ka qenë drejtuesi një fraksioni ke Merkel, për shembull. S'ka pas raporte të mira. Domethënë ti duhet të lejosh që të rriten brenda partisë. Edhe un kam trishtim për shembull, un jam rrit në një kohë ku më përpara edhe PS-ja dhe PD-ja mund të bëj 10 emra kryeministra në sekond, kur kanë qenë kështu. Ndërsa sot s'ke. Sot është domethënë nëse Berisha, domethënë është përgjegjësi e madhe, nëse s'ka kaq shumë konkurrent, duhet të kishte konkurrent, domethënë. Pra, nuk ka konkurrencë se nuk guxojnë të sfidojnë Berishën, nuk ka konkurrencë se nuk lë Berisha, sepse Saljanin e ke. Po kur e ke dëgjuar debatin e fundit, domethënë, vetmi debat paktin që u bë ishte që në grup u kundërshtu mos pjesëmarrja dhe fal zotit shqyr që u bë, domethënë që mos pjesëmarrja në domethënë që do të Berisha, jo, mos pjesëmarrja në komisionin e reformës territoriale apo kodin zgjedhor. Unë mendoj që ne dimë se shiko Berisha është nga ata që e ka historinë të shkruar me vet. Në 2004 bëri kopin. Hoqi dorë nga gjua revolucionare, me rus pa do prishte ti më vëmend, se kemi punuar bashkë gazetar, domethënë në raportin që i thoshte do prishte. 2004 hapi dyert, krijoi kopin, ndryshoi gjuhën, bëri këtë gjë dhe solli atë që solli. Pra, si mundet një person që e di këtë rrugtim të zgjedhë rrugën tjetër? Prandaj pyeta, nuk është se nuk arri në këtë konkluzion. Shiko, kam qenë disa herë më përballë zotit Berisha, e kam bërë goxha pyetje, nuk kam shku dot deri kjo pyetje. Ka marrë përgjigje. Do të thoshte zoti Baxhi po e ndërpreva ndjes. S'ka gjë. Shko, Aurora, unë jam, zoti Baxhi kam shumë eksperiencë se sa unë edhe i njeh më mirë zhvillimet, por ajo që shikoj unë si një i ri, i cili e duhet shëndetsh me Partinë Demokratike është që aktualisht edhe për shkak të konteksteve se çfarë ka ndodhur aty, ne sot nuk kemi aktor politik të cilët të rezatojnë mendim. Pra nuk do të thotë që ti je deputet dhe merr stafetën dhe kostumin e politikanit. Që ti të jesh një politikan duhet të kesh një sër komponentësh dhe ne e dim mjaft mirë që pavarësisht qëndrimeve kritike që kemi ndaj zotit Berisha nuk i trembet askujt brenda asaj partie sepse vetvetiu e kontrollon atë parti. E vetmja deduksioni ngjarjeve dhe zhvillimeve. Mirë, kryetari është mirë ta kontrollojë partinë, kudo që tet, por çështja është konkurenca dhe hapja është gjë tjetër. Por nuk, sepse zoti Berisha, zoti Baxhi, unë mendoj që nuk u rikthye për të hapur partinë dhe as për të mundur Edi Ramën. Dhe ky është ngërçi i madh që ka sot Partia Demokratike. Po për çfarë u kthye? Sepse një lider i kthehet që të marrë pushtetin. Për çfarë u kthye? Në optikën time, unë mendoj që zoti Berisha u rikthye për ta përdorur Partinë Demokratike për mburojtje të problemet veta që ka personale dhe politike, qoftë në nisjen e betejës që e bëri dhe me gjykatën e Francës, por dhe qoftë me betejën që ka zoti Berisha me SPAK. Dhe kjo është arsyeja pse sot Partia Demokratike është në këtë situatë dhe kam vendosur që t'i them gjërat ashtu siç i mendoj, që në momentin që kam mbajtur qëndrime publike. Franc, apo e dëmton Berisha Partinë Demokratike? Përkundrazi, unë kam qenë prezent gjatë fushatës vitin e kaluar dhe mund të them dhe mund të shpoj nga afër që atë lloj energjie që ka zoti Berisha, atë lloj pune që bën ai, nuk e bën asnjëri në Partinë Demokratike. Nëse do ta bënin, skemi të tjerë që ta ndjekin kështu, nëse do ta bënin gjysmën e punës zoti Berisha, çereku i antarëve të Partisë Demokratike do të ishim në tjetër nivele. Pushojni ta përgjigjen. Është domosdoshëm për Partinë Demokratike, atë që bën zoti Berisha, ritmin e punës që ka ai, agjendën që ka ai, peshën që mban ai, mbi supën nuk e mban njëri në Partinë Demokratike. Duhet marrin shembull të gjithë në Partinë Demokratike nga zoti Berisha dhe ai e dëshmoi këtë në fushat elektorale ku nga Greqia, ku bënte takime brenda ditës, erdhi të bajti edhe 3 takime tjera elektorale në territorin shqiptar një ditë caktuar. Mosi më i fortë i pushtetit Machiavelli thot, një udhëheqës varet nga stafi që zgjedh. Një udhëheqës varet nga stafi që zgjedh. Është formulë politike e përhershme. Pra, nëse ka problem stafi, është udhëheqësit më. Nëse ka gjetë njerëz që nuk e ndjekin, që nuk bëjnë as gjysmën e punës, as çerekun, shpejtësia e tim. Po ke mundsinë ritmin dhe po pa ritmi gjë njerëz se kanë në Shqipëri, njoft demokratë që e kanë ritmin. E kanë ritmin. Dhe ka treguar, dhe unë besoj që Partia Demokratike, e them gjithmonë, është më e madhe se Berisha. Ata që e identifikojnë me Berishën, për mua e zvoglojnë. Shiko, PS-ja dhe PD janë parti që mund të rigjenerohen, edhe kur gabojnë to. Domethënë janë parti të mëdha.
Tani lejoja këtë që të bëhet kështu, domethënë se nëse ti thu që edhe ke të drejtë, dhe në fakt është për të ankuar, sepse shikojmë njerëz se s'kan këtë vullnet dhe tani dorëzohen te Berisha se nuk ndjejnë forcë vetja. Po iko sotri bëj punë tjetër, se në politik duhet të kesh atë lloj energjie. Dhe më thënë, për hir të vërtetës duhet të kesh atë lloj energjie. Duhet të bëj me turp një tufë, me të moshën që ka, janë 40 vjeçar që nuk e bëjnë as gjysmën e punës së tij. Do t'i bëjmë me turp, çështja është përgjegjësia e tij, nuk është përgjegjësia jona. Si kanë marrë vendimet Berisha i kanë marrë në BD. Apo dëmtohet Partia Demokratike nga emrat e vjetër, nga figurat e vjetër? Tash edhe pyetja po dëmtohet pse? Nga PD, po tani ata konkurrent janë, gjithsesi e shohin kjo. Jo, po një kundërshtar i dobët do të bën mirë. Dëgjoj, favorizohet absolutisht. Figurat ju i thoni e vjetër, po unë i them figura elitare, pra figurat elitare që kanë një eksperiencë të gjerë në jetën publike dhe jetën parlamentare ose jetën elektorale, jam shumë i mendimit që nuk e forcon një parti, edhe të ne Partia Socialiste, po dhe Partinë Demokratike, e forcon nëse do të ishin akoma në pozicionin e leadershipit, kurse ndryshe të ne, që ne kemi rinjëzimi më të madh të grupit parlamentar, kemi 54 deputet rinë, ajo që ne kemi rinjëzuar është që elitën më të vjetër, pra profesionistët të Partisë Socialiste, sot ne i kemi pjesë që na këshillojnë, na edukojnë, na japin strategji se si të jemi përballë fushata elektorale, na japin strategji se si të kemi një politikë më gjithëpërfshirëse në veprimtarinë tonë politike. Kurse ndryshe, për shembull në Partinë Demokratike është që ata janë po deputet, po drejtues politik dhe janë njerëz të cilët nuk prodhojnë më atë energjinë siç e tha edhe kolegu. Kështu që në momentin që ti nuk ke hapje të kësaj partie për të vendosur elitën e re potenciale dhe edhe kjo elitë e vjetër për ta mësuar dhe për të qenë pjesë e zhvillimit të këtyre potenciale të re, normalisht kur nuk e ke këtë koordinim, normalisht është e vdekur. Sot unë mendoj që Partia Socialiste, po e them me plot bindje, nuk ekziston. Ekziston vetëm Edi Rama. Pra kjo lloj narrative që përdoret që këta i dëgjojnë të vjetrit dhe ata i këshillojnë për mënyrën se si këta duhet bëjnë politik, nuk qëndron. Po ne kemi herë pas here që bëjmë akademitë politike, trajnere politike, kështu që duke qenë se mos je. Cilët janë trajnerët që kanë kostumin politik aty që juve po mirë, duke qenë mund na orientosh, më thuaj cilët janë trajnerët që juve... Po ke pasur, në akademinë e fundit ka qenë për shembull Fatmir Xhafaj, i cili është historik, ka vite. Olta Xhaçka që po ashtu ka... Ka histori dhe Olta Xhaçka. Është deputet e legjislature. Unë them personalitete politike... Ke Taulan Ballon, patjetër më ke zotin Amik Dokle, patjetër më ke shumë personalitete. Në këto raste, po të qëndroj vetëm te Amik Dokle, pastaj aktorët e tjerë politik aktorët e tjerë janë pjesë e familjes socialiste. Si personalitete vokacion, ata mund të jenë Parti Socialiste, unë fola për personalitete. Pra, kur flas për personalitete, flas me njerëz me background në opinionin publik, por dhe atë profesional, që ka një vokacion për t'i kushtëzuar zotin Rama dhe jo për t'i qëndruar që çfarë thot zoti Rama. Ky është konteksti, prandaj tash. Pa atë nuk e di ti më zoti Rama. Nuk standarde ti themi Berishës. Nuk e di ti më zoti. Ti themi Berishës pse nuk e të ri dhe ta akuzojmë Ramën se më të vjetër. Jo, nuk thash pse nuk më të vjetër. Pse mban Rama. Unë mendoj që sot Partia Socialiste për shkak të pushtetit absolut që ka zoti Rama nuk ekziston. Ai vendos se mëron këtë dorë. Nuk pyet askën se si ka pasur këshilla vazhdueshme nga elita, për shembull nga zoti Gramoz Ruçi, nga nuk i merr fare. Ja, për shembull kë pyeti që shkarkoi Elisa Spiropali, na si spyeti, një ta shkarkuar, një ta larguar, asnjë analizë. Kjo është që s'ke parti, që nëse s'bën, që nuk bën analizë, nuk është se vin ju thonë juve që ta dërmoni Partinë Demokratike. Kjo është një narrativ që mund të përdoret. Unë them që ka do pse kundërshtarin, kjo është shumë. Dakor, ti syeni kokën ta coptoni, por unë po them që demokratizimi një partie është që do e heqë Elisa Spiropalin, do e bëj kurban për të shkuar Kurbanin 2, mbi këto bazat janë analiza e dobët. Jo, se ngrije mu sot e them, s'më pëlqen Aurora mua, por kështu pastaj nuk ka më instruksione. Dhe zonja Spiropali foli me kodifikim gjuhësh dhe dha mesazhin jo të vetin, por të atyre që janë tradicionalisht, që janë pas zonjës Spiropali politikisht si mentor politik. Dhe Alfredi mund ta di mjaft mirë që Partia Socialiste është kështu siç e them unë, por ja do mënyra dhe media ta thotë kështu siç
Ky ka thua se është pjesë. Jo, keni filluar flisni ju, prandaj neve na vini informacione. Keni filluar se këto pa kënaqësitë për plazh. Ki kujdes nga hakmarrja e një femre, Alfred. Kanë filluar zonjat brenda Partisë Socialiste të flasin. Ki kujdes në hakmarrja e një femre. Pa është perceptimi jot më zotëri. Po mirë, Partia Demokratike. Lutem, se me etiketoj. Brenda ne s'ka. Po nuk të etiketova, s'përmenda fare. Etiketove partinë, pra, ku unë aderoj dhe bëj pjesë. Në Partinë Socialiste gjithmonë ka pasur diskutime konstruktive. Në çdo forum të saj, duke filluar nga organizatat socialiste deri te Asambleja Kombëtare. Ka diskutime, ka kritika në lidhje me punën, ka ndryshim, kërkesa për një vizion të qartë, një ide të një grupi të caktuar. Elisa Spiropali dhe janë vazhdimisht kërkesa dhe kritika të cilat nga lidershipi i Partisë Socialiste merren parasysh. Pse u shkarkua mirë një debat konstruktiv që u bë, apo nuk pati? Kjo është vendimmarrja e kryeministrit më zotëri. Këtë themun që institucionet demokratike kabinetit të qeverisë nuk i vendosin. Dakord, po nga Tirana që e lëvizë. I Partisë Socialiste, ai është fituesi më zotëri, fituesi nuk gjykohet. Kaq. Franc, ka pasur një deklaratë sot nga Tauland Balla në Asamblenë e Partisë Socialiste që do i fitojnë të gjitha bashkitë por në zgjedhjet vendore. Ka nisur në lëvizje e brendshme të paktën që të angazhoheni apo do mbaroni një herë këto situatat e brendshme që keni me zgjedhjet? Përgjithsisht është kritikuar gjithmonë PD-ja që kujtohet vonë. Janë gjumë të leta etike janë. Shikoni, vetëm në gabimi 2019-ës i opozitës bëri që të marrin 100% Partia Socialiste Bashkitë e Vendit, sepse edhe kur ishte pa vull, pa logo, pa simbole, Partia Demokratike apo opozita në atë kohë, arriti të marrë disa bashki dhe zgjedhjet e fundit përsëri arriti të marrë disa bashki dhe pse gara ishte shumë e pabarabartë në 2023, kështu që nuk ka asnjë shans që Partia Socialiste të marrë 100% bashkitë. Përkundrazi, ne do të përgatitemi shumë mirë si Partia Demokratike për zgjedhjet lokale kurdo që të jenë ato, dhe pse jo dhe për zgjedhjet parakohshme, sepse presim dhe kërkesa e Partisë Demokratike e vazhdueshme për disa muaj është për qeveri teknike që ta çojë vendin në zgjedhje të parakohshme, pra një qeveri që mos jetë Edi Rama kryeministër dhe të përgatisë zgjedhjet, në mënyrë që shqiptarët më në fund kenë zgjedhje të siç janë dhe vendet e rajonit, nuk po kërkojmë standardet e Bashkimit Evropian me njëherë, po të kemi të paktën standardin e Maqedonisë Veriut dhe të Kosovës, në sa i takon bërje zgjedhje me ato formul, le të themi, paktën siç e ka dhe Maqedonia Veriu, që një periudhë kohore të caktuar për disa muajsh, ngrihet një qeveri teknike dhe nuk merr vendime të rëndësishme, por bën mbarvajtjen e punëve të zakonshme derisa të zhvillohen zgjedhjet. Kështu që patjetër që po organizohemi edhe në terren, nga informacionet që un kam, kanë qenë kandidat që mund të kenë garuar dhe herët e tjera, një pjesë e tyre janë ende të interesuar për kandiduar sërish aty ku kanë pas kandiduar, ata kanë filluar takimet individuale në terren, nga ato pak informacione që kam unë, nuk është thënë që çdo gjë të bëhet publike apo zyrtare, strukturat janë, kryetarët e degëve janë duke u ripërtërirë, duke u zgjedhur kryetar degësh në të gjithë vendin, përpara pak ditësh kishte zgjedhje për shembull në Vlorë, në degë të tjera në Shqipëri, Partisë Demokratike u zgjidhen kryetarët e ri dhe ndërkohë po ashtu edhe drejtuesit politikë apo drejtuesit e qarqeve janë të angazhuar në terren, pra nuk është shkëputur asnjëherë marrëdhënia me terrenin. Megjithatë, duhet parë dhe konteksti aktual ku ne jemi, është edhe reforma territoriale nga njëra anë, reforma zgjedhore nga ana tjetër që Partia Demokratike është pjesë e komisioneve, vazhdon aty të jetë pjesë e komisioneve, kështu që ne po i ndjekim zhvillimet. Dy raunde që të jep mundësi dhe partive aleate që të kishin kandidat që pastaj koalicionet bëhen pas zgjedhore, siç e ka dhe Kosova, fundja, domethënë sepse kështu jep mundësi të konkurrohen, duhet të konkurrohen dhe të nxjerrin pas sepse zgjedhjet janë ato të cilët të bëjmë promovim, janë testet të forta, domethënë dhe ato parti kanë nevojë të testojnë vetveten, domethënë dhe aleatët tanë kanë përfaqësuesit e tyre. Një bashkim të opozitës. Malasimi tha që kemi le të themi lajme pozitive në dy javë. Pozitive janë sepse shiko, partitë e vogla herë gabuan sepse kishin shumë gjëra të përbashkëta për të marrë vesh dhe nuk u morën. Tani domethënë kodi zgjedhor aktual i dënon në temën që ata të merren, domethënë të shkojnë drejt një bashkimi se çdo ndarje i copzon dhe ne e pam se si ishin zgjedhjet se çfarë votash kemi 64.000 vota dhe një mandat për shemb. Nuk përfaqësohen votat. Po, në këtë koncept them që ka një përpjekje dhe duhet të ketë një përpjekje. E vetmja gjë të cilën mund të ketë me interes sot është që të bëhen bashkë, që të binin ndërkombëtarët, domethënë që të negociojnë me mazhorancën, të ndryshojë ky kodi zgjedhor.
Për opozitën duhet ishte kthimi i koalicioneve, që Rama e ndryshoi në mënyrë të njëanshme në 2020-ën, me ngrisjen e marrëveshjes 5 qershorit, por fundit kjo është politikë dhe politika është faji i PD-s që braktisi parlamentin dhe që lejoi që të shkonte në këtë pikë. Koalicionet do ishin një rrezik për Ramën? Jo, domethënë do ishin një favor shumë i mirë për opozitën, por do të shikohen testi i zgjedhjeve lokale do tregonte pastaj nëse do ishte një hap për Ramën, sepse po dëgjojmë Berishën të paktën në 7 protestat e fundit jemi në kilometrin e fundit. E sa protesta duhet bëjmë që ta përshkruajmë këtë kilometrin? Mbaruan kilometër për Ballukun, tani ka 20 kilometri për Ramën. Thotë nuk e dim sa metra ka, por çështja është që do bësh politik duke ndjekur ndryshimet që të bësh favore alatëve të vegjël që të bëhen me ty. Dhe kjo, cili është kërkesa atyre kryesore? Ndryshimi i kodit zgjedhor. Dalja në një, më thënë, ka disa versione, mund ndahet 4 rajone në Shqipëri apo mund të jetë një zonë elektorale e gjitha. Por fillimisht mund të fillohet me zgjedhjet lokale që të ketë me 2 raunde që të testohen, domethënë, sepse ata kanë interes. Të kenë dhe kandidat dhe antar për Këshillin Bashkiak. Kurse me këtë ligj ti i ndëshkon sepse zgjidhet ai që fiton më shumë vota raundin e parë dhe ti mbyt konkurrencën mes partive. Franc, jeni të hapur për kërkesat e le të themi partive të vogla, do të thënë keni arritur duke pasur rezultate që tha Armal Hasimia, që presim të kemi lajme të mira? Mbetet për të parë se si do zhvillohet e Jo, unë mund të them vetëm kaq se njoh pak më tepër Komisionin e Reformës Zgjedhore, se sa komisionin tjetër të ndarjes territoriale, po themi të territoriales. Për momentin ka qenë në diskutime drafti i financimit të partive politike. Pra është nisur me draftin e ligjit për financimin e partive politike. Dhe aty ka ecur, po themi, diskutimi, ka patur edhe madje ka dhe ekspertë që vinë nga partitë aleate të opozitës. Pra nuk është vetëm Partia Demokratike që ka quar ekspertët e saj, po janë dhe partitë aleate që kanë ekspertë aty të përfaqësuar si në këtë komision dhe ata japin mendimet e tyre, japin dhe shqetësimet e tyre. Kështu që janë të përfshirë. Ekspertët e partive të vogla opozitare, aleat tradicional Partisë Demokratike, janë të përfshirë, japin mendimet e tyre dhe patjetër që ne jemi të hapur për çdo shqetësim që ata kanë. Një bashkim i opozitës dhe i partive të vogla në Partinë Demokratike do ishte një kërcënim real për Partinë Socialiste dhe Ramën? Ajo se çfarë kam lexuar është që vetëm kauzat prodhojnë shpresë. Shpresat më pas prodhojnë vota. Nëse ky bashkim bëhet mbi kauza dhe tregojnë të drejtë me qytetarë dhe tregojnë të përpikt, është e kuptueshme që partitë opozitare mund të kthehen në një kërcënim për Edi Ramën. Pra, nëse arrin të kenë një marrëveshje dhe të bëhen atraktive, po e them thonjse, se s'mund të jetë një parti politike shumë atraktive, por të bëhen atraktive që të përthithin elektoratin gri edhe mendimin ndryshe. Po sa të mundur është, sepse në finale të gjithë duan rrëzimin e Ramës, të gjithë duan qeveri teknike. Njëri proteston andej, tjetri proteston këtej. Kështu disa emisione kemi bërë që opozita proteston e përçarë. Aurora, unë i qëndroj asaj që është problemi kryesor i Partisë Demokratike. Ndarja e Partisë Demokratike në 2021 që ishte Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe drejtësia. Ky ishte thelbi politik. Në atë kohë u interpretua thjesht si një narrativ e momentit, por që nuk ishte thelbësore. Koha po tregon çdo moment që këto dy parime janë aq shumë thelbësore për ta bërë një parti demokratike dhe një opozitë fituese dhe nuk mund të bëj sens ndryshe në këtë situatë, sepse aktualiteti dhe mënyra se çfarë po ndodh dhe mënyra se si ka vepruar Partia Socialiste, jo vetëm e ka kushtëzuar Partinë Demokratike, por i ka sjellë shumë dëme politike. I trëmeni i bashkimit të opozitës? Dhe vetëm shkurtimisht Alfrede diçka. Partia Demokratike vetëm nëpërmjet procesit shkatrimit kreativ, vetëm më ashtu mundet të sjellë ndryshimin. Që do të thotë? Elitat e reja do të luftojnë me elitat e vjetra dhe në fund duhet fitojnë... Kur këtë garë, kjo bëhet kur ka garë, se kur s'ka garë, si do luftosh? Edhe kur nuk ka garë, elitat e reja përsëri duhet të pasqyrojnë, sepse askush në politik nuk të falë asgjë. Jo duke thënë që duhet iki Berisha që të shpëtoj PD-ja? Nuk e them unë atë se unë të kam thënë qëndrimet e mia dhe i qëndroj që... është dedukcion logjik, nga kjo sill kjo sill unë e kam thënë dhe unë nuk i fshihem publikisht, unë kam thënë që Partia Demokratike duhet të udhëhiqej nga zoti Basha. Zgjedhjet ka ndodhur zoti Berisha, unë nuk kthej dot realitetin. Koha po tregojnë që nuk kanë qenë zgjedhje të shëndetshme. Një bashkim i opozitës është kërcënim për ju? Për Ramën.
Opozita jonë e vetme është vetëm qytetari, dhe është që ne të kemi besimin e palëkundur qytetarit dhe forcimi i rolit ton në raport me shërbimin qytetarit jetë sa më afër asaj që ai i kërkon. Kurse në lidhje me opozitën, thashë edhe njerë, ne jemi shumë përpara, kemi shumë punë për të bërë, edhe këta janë kilometrin e fundit, për neve kemi jashtëzakonisht, sepse për ne nuk ka një plan B, Shqipëria në 2030 në Bashkimin Evropian dhe synimi i vetëm i qeverisë socialiste, pra dhe kryeministit Edi Rama është në 2030 ne të jemi një pjesë e Bashkimit Evropian. Pra asgjë tjetër, ne vetëm për këtë luftojmë çdo ditë, çdo moment, çdo sekond që ne të japim shqiptarëve atë që kemi premtuar edhe në besimin më të madh që na dha 83 mandate në 11 maj. Agim, janë kaq të qetë socialistët, se Alfredi mund të duket i qetë edhe i buzëqeshur, por Rama, si ke parë, është kaq i qetë? Alfredi s'ka punë me SPAK, se tani duhet mos kesh punë me SPAK që t'jesh i qeshur. Ata që kanë punë me SPAK qeshin nga halli, Aurora. Djes zoti Batshi. Jo, s'ka gjë. Alfredi rrezaton qetësinë që ka kryeministri. Prandaj pyeta pra. A ka dhe kryeministri të njëjtën qetësi që ka Alfredi? Alfredi dhe shumë deputet Partisë Socialiste dhe zyrtar të Partisë Socialiste rrezatojnë atë qetësi që ka Rama. Është i qetë, Rama janë të qeta. Kjo është dukje? Apo ndjesi që Rama e ka? Do të thënë ti si e percepton? E ka kështu sa për shfaqje apo realisht është i qetë se s'ka i ka gjithë? Nuk jep shfaqje çdo ditë, domethënë. Shiko, në raportin e komunikimit, domethënë kjo tregohet dhe për mua unë kam bërë shumë pyetje pse është kaq i qetë, domethënë këtë duhet zgjidhim. Pra, pavarësisht narrativës që tha Alfredi këtu me që ne shqetësohemi çdo sekond, domethënë kjo është narrativ retorik politike se do të ishim kështu, domethënë do kishim këto problematika, si është i shqetësuar për qytetarin. Unë mendoj që politika duhet të kthehet tek qytetari. Duhet të kthehet tek qytetari. As për 12 vite. Po. Duhen 45 vite, 45 vite duhen. Për të bërë ajo shtëpi e fortë dhe me themele të forta. Do 45 vite. E kemi marrë jo me themel, po e kemi marrë të shkatruar edhe me miliona euro borxh të shtet në ekonominë shqiptare dhe përpiqemi që se për këtë shtet janë bërë për ta fundit të nuk është çështje numrash. Bashkëtesa është çështje fryme. Dhe ti do të tregosh që me opozitën do bësh marrëveshje. Por mua, që në moment në parë që ti rrezon çdo përpjekje që kanë për interpelancë apo për komisionet timor, tregon që bashkëpunimi nuk është kështu aq më tepër, për shembull që ndodhi edhe kjo ngjarje e fundit që nuk ishte shumë e këndshme që shkojnë dy delegacione të ndryshme në Berlin. Unë mendoj që politika jashtme dhe madje për mua gjëja e parë që duhet kishte sot duhet kishte një shqetësim të madh kombëtar lidhur me si do orientohemi sot politikisht lidhur me këtë krizën ndërkombëtare ku kemi parë shtetet mëdha që janë krizë e jo më Shqipëria që mund të kalojë në një krizë. Dhe unë mendoj që çdo lloj përpjekje me qenë ndryshe mazharancë opozit për shembull për qëndrimet me politikën e jashtme për mua është e gabuar dhe mendoj që duhet kemi pra kur vjen puna për Shqipërinë, se unë për sa kohë them nuk do Partia Socialiste për shembull të integrojnë në Bashkimin Evropian vetëm socialistët dhe jo demokratët apo jo. Kur flasim për Shqipërinë. Atëherë, nëse themi kështu, me rregull treshi bie që opozita nuk është çështje numrash, që un kam numra dhe të shpërfyet. Po kemi bërë por nuk e duan. Nuk e duan. Ju falenderoj të katërve që ishit në terminal, të dashur miq, ky ishte terminal për mbrëmjen e sotme, bashkë do takohemi sërish nesër. Na dy CNN do ndjekim hap pas hapi minutë pas minute nga terreni protestën e Partisë Demokratike, nis në orën 18:00 me shumë gjaz duke pasur parasysh protestat e mëparshme do të zgjas, do të jemi edhe në terminal, do të kemi të ftuar, do të kemi përfaqësues nga Partia Demokratike dhe jo vetëm për të analizuar për të parë atë që do ndodhë. Ndërkohë, për zhvillimet më të fundit, vazhdoni na ndiqni në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Natën e mirë bashkë.